Vladimir Putin zhduket për më shumë se një javë nga sytë e publikut. Asnjë dalje, asnjë deklarat, asnjë pamje zyrtare. Ndërkohë Volodymyr Zelenski lëshon një deklarat që trondit. Ati nuk I ka mbetur shumë kohë. Çfarë po ndodh realisht në Kremlin? A është kjo thjesht lojë politike apo diçka shumë e madhe po fshihet nga publiku? Presidenti I Ukrainës ka thënë se Vladimir Putinit nuk I ka mbetur shumë kohë mes pyetjeve rreth vendodhjes së udhëheqësit të Kremlinit, pasi ai nuk është parë prej më shumë se një jave. Duke folur për Politico gjatë konferencës së sigurisë në Munich të premten, Zelenski tha: "Unë jam më I ri se Putini, ai nuk ka shumë kohë, e dini", ndërsa komentet e tij shkaktuan të qeshura nga publiku. Presidenti I Ukrainës shtoi: Jo, më besoni, kjo është e rëndësishme." Komentet e fundit të Zelenskit vijnë ndërsa Putin është zhdukur në mënyrë misterioze nga sytë e publikut për më shumë se një javë, shkruan Daily Mail. Udhëheqësi rus u pa për herë të fundit nga publiku duke mbajtur një fjalim më 5 shkurt dhe mbetet e paqartë se çfarë ka shkaktuar mungesën e tij. Ndryshe nuk është hera e parë që Putini zhduket nga sytë e publikut. Megjithatë, mungesat të tilla kanë çuar në spekulime se ai po I nënshtrohet një trajtimi të fshehtë mjekësor.